Me që 3 muaj është, a ka pas raste shumë që janë diagnostiku? Po kemi diagnostiku shumë raste, vetëm ende nuk kemi mujtë me përqu fjallën në populatë, se shumë njerëz nuk e dinë që bëhat edhe nuk e dinë ç'është bëhat. Po, Kjo këtu vjen pyetje ti. Prandaj është familja jonë për të gjithë. Kjo le të shërbej pakës me informu njerëz që për një problem shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm. Mjekësia e gjumit o bë ma rutinë në Evropë, që 20 vjet, 15 vjet, 20 vjet është të bë në mënyrë masive pej se mas viteve 2000 është tepër, është edhe njerëz që vinë për emigracionit i mësojnë këta këtu, thojnë mu më kanë dhënë atje një aparat me cilin unë e flaj edhe pak habite me ndoshta. Shqiptarë që jetojnë jashtë janë më të informuar. Janë më të informuar edhe janë të trajtu më shumë se sa këto. Tash kemi fillu këtu, po shpresojmë që edhe njerëz më informu, më vedisu për këtë problematikë madhe që është shumë e rëndësishme, sepse për fat keq e neglizhojmë si problem. Këtu kanë faj edhe mjekët, nuk ja tregojnë peshën e smundjes, smundjes, sepse nuk është që e marrin shumë seriozisht.